Shtëpia e Hoxhallarëve të Shqipërisë. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Të gjitha falënderimet janë vetëm për Allahun Gjelle Gjelalu. Bekimet dhe përshëndetjet e Allahut subhanahu wa taala qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi familjen e ndershme të profetit, shokët e tij besnik dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Me lejen e Allahut Gjelle Gjelalu, përderisa jemi tek tema e cila flet mbi besimin në librat e shenjtë, atëherë kemi arritur te Kur'ani, ku radhën e kaluar folëm pse Kur'ani nuk është ndryshuar dhe librat e tjerë janë ndryshuar. Kjo hyn pra dhe po ashtu një nga mrekullitë e Kur'anit. Sot inshallah do të flasim për mrekullitë e Kur'anit. Kur'ani që muslimanët pretendojnë se është fjalë e Allahut Xhelle Xhelalu, a është më të vërtet fjalë e Allahut? Ne këtë e dëshmuam apo faktuam me argumentet specifike në mësimin e kaluam. Mirë po, që të shikojmë me të vërtetë dhe të ndjejmë a përmban Kur'ani me të vërtetë mrekulli për brenda apo jo, atëherë ky është mësimi ynë i sotëm. Mrekullitë e Kur'anit ndahen në 3 llojesh. Të fillojmë më njëherë me llojin e parë, po bëhet fjalë mrekulli e Kur'anit nga ana gjuhësore. Çfarë kuptojmë që Kur'ani është mrekulli në vetvete nga ana gjuhësore? Në radhë të parë, arabët ishin nga të vetmit popujt, nga popujt e lindjes që shquheshin dhe mburreshin me gjuhën e tyre të pastër dhe të kulluar. Kishin një gjuhë tepër të pastër dhe një gjuhë tepër të kullut. Dhe çfarë ndodhi? Kur erdhi pejgamberi alayhi salatu wassalam, erdhi me një fjalë hyjnore që ai thonte se ishte fjala e Allahut Xhelle Xhelalu. Pse themi që pretendonte apo thonte pejgamberi alayhi salatu wassalam se ishte fjala e Allahut? Sepse me këtë lloj shikimi e shikonin Kurejshët. Domethënë erdhi Muhamedi. Është e vërtetë që ne nuk e kemi akuzuar asnjëherë që ky njeri gënjen. Mirë po këto fjalë janë tepër të çuditshme. Nga i mori ky këto? I thanë është magjistar. Mirë po të shikojmë me vëmendje të gjithë magjistarët nuk mund të vinin kurrë me atë lloj veprime që erdhi pejgamberi alayhi salatu wassalam, të cilat ishin veprime të natyrshme, ishin veprime të thjeshta, ishin veprime të pastra dhe mbi të gjitha jeta e pejgamberit alayhi salatu wassalam ishte e shfaqur për të gjithë njerëzit. Nuk ishte dilema, nuk ishte pikpyetje dhe nuk ishte fshehtësi ana apo errësira të cilat nuk e dinin shumica e njerëzve. Siç jetonte, si dilte, si hynte, të gjithë e dinin shumë mirë jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nuk gjenin qarar tek akuzat e veta. I thanë që është i çmendur. Mirë, por nuk ka mundësi kur një i çmendur të jetë kaq i kthjellët në thirrjen e tij dhe të fitojë pasus në këtë lloj mënyre. Atëherë nuk gjenin to Kurejshët me akuzat e tyre, nuk gjeshin qarar në akuzat që ja drejtonin pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam. Po ashtu i thonin dhe gënjeshtar është problem, siç i thonte Ebu Xehli, o Muhammed, nuk po them që errën acak, por këtyne që pythuesi besoj as pak. Domethënë unë nuk kam vërtetuar që ti gënjen, por ja që nuk besoj dot me këto vepra që ti po vjen. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wassalam erdhi me një fjalë krejt të çuditshme, me një fjalë që është në gjuhën arabe, Kur'ani në gjuhën arabe, që i befasoi të gjithë arabët. I befasoi të gjithë fiset arabe, të gjithë qytetrimet arabe të asaj kohe. Pra në të gjithë gadishullin kur jetonin arabët, i befasoi fjalën e Kur'anit. Jo vetëm arabët, por dhe gjindët kur erdhën dhe dëgjuan Kur'anin, fjalën e Allahut Xhelle Xhelalu thanë: "Inna sami'na Qur'anan ajaba." Vërtet ne dëgjuam një Kur'an tepër çuditshëm. Domethënë një fjalë e çuditshme që ne se kemi dëgjuar më përpara. Këtë lloj retorike, këtë lloj ndërtimi i fjalësh, këtë lloj qartësie, këtë lloj thjeshtësie, këtë lloj përputhje fjalës që ka Kur'ani me fjalitë e Kur'anit me njëra tjetrën. Andaj dhe Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon ajete të ndryshme të Kur'anit ku thot: "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Thuaj sikur gjinët dhe njerëzit bashk
të bashkoheshin me njëri tjetrin në mënyrë që të sillnin një sure ose të sillnin një cop Kur'ani sikur Kur'an, pra erdhi pejgamberi alayhi salatu wasalam me fjalën e Allahut Kur'anin, esni dhe ju tani o gjin dhe njerëz bashkohuni me një fjalë të tillë. Bujrum. Edhe sikur ata të mblidheshin me njëri tjetrin dhe të ndihmonin njëri tjetrin. Zakonisht gjinët dhe njerëzit, si kemi shpjeguar në mësimet e kaluara, janë në natyrën e vet të krijimit, janë armiq me njëri tjetrin. Janë armiq me njëri tjetrin që në zanafillën e krijimit të Ademit alayhi salam dhe çështja e iblisit që kemi shpjeguar. Mirë po, Allahu xhelle xhelalu thot, edhe sikur ju të pajtoheni dhe të mundoheni tashti me njëri tjetrin bashkoheni të vini me një Kur'an ashtu sikur erdhi pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur nuk do të mundeni. Po ashtu në një ajet tjetër thot: "Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli." Nëse ju jeni në dyshim në çështjen e Kur'anit, e fjalës, e fesë, e mesazhit hynor që ne ja dham, ja zbritëm pejgamberi robit ton, pra pejgamberit alayhi salatu wasalam, e janë ju me diçka të përafërt, e në ju me diçka që është sikur ai, pra me një Kur'an tjetër, nëse do të mundeni. Wad'u shuhada'akum min dunillah, dhe mirëni të gjithë ata që ju po i adhuroni jo me të drejtë me fjalë përveç Allahut xhelle xhelalu, thot in kuntum sadiqin, në të vërtetë nëse ju jeni të sinqert. Mirë, po këtu kemi diçka tepër të rëndësishme. Po bëhet fjalë që Allahu xhelle xhelalu në disa ajete kuranore po i sfidon njerëzit dhe gjindët bashkë se ata nuk mund të formulojnë dot fjalë të pastra në gjuhën arabe, nuk është ky qëllimi. Shumica e njerëzve kanë kuptuar që është pikërisht ky qëllimi. Ky është një qëllim i pjesërisëm i thelbit që ka dash Allahu xhelle xhelalu tregoj. Pra ju mund të vini me fjalë të qarta, mund të vini me fjalë të arrira, me fjali të mëdha. Mirë, po me stilin se si është ndërtuar Kur'ani ju nuk do të vini. Po ku është thelbi i kësaj? Nuk është kjo sfida vërtet. Sfida është që ju që po mohoni. Të që njojnë me vëmendje sepse kjo është shumë e rëndësishme. Ju që po mohoni, ju o arab që po mohoni se kjo është fjala e Zotit. Atëherë pejgamberi Muhamedi alayhi salatu wasalam është rritur, ka lindur dhe është rritur dhe është edukuar në mesin e Qurayshve, e fisit madh të Qurayshve që ndahen me barqe të ndryshme. Atëherë te ky fisi i madh i Qurayshve, a mos vallkeni në gjuhë më përpara këtë lloj stili të veçantë të thuarit të fjalëve? Shikoni të gjithë bashkët e Qurayshve, kush prej fisëve të Qurayshve deri në kohën e Ismailit alayhi salam, nga cilët ruheshin, cilat ruheshin vjershat, përmendesh. Ne dim shumë mirë që vjershat e arabëve dhe tregimet e tyre apo rrjedhshmëria nuk është kush të ishin poet, ishin dhe orator, pra oratoria e arabëve dhe poetët e tyre ishin të gatshëm me 4-5 vargje ose me 4-5 fjali të qonin fisin pesh, të grindej edhe të fillonin luftë 40 vjet rresh me një fis tjetër. Aq ndiku se i kishin fjalët arabe poetët dhe oratorët të mëdhej. Me 4-5 vargje, jo më tepër, ose me 4-5 fjali të ndërthuara shumë bukur me njëra tjetrën, me një ndikim tepër të madh me fjalë. Kur dëgjonte dëgjuesi e çonte një kabile, një fjalë, një fis pesh, me një herë të luftonte me një fis tjetër. Ka pas raste ka vazhdu lufta 40 vjet. Tani lind pyetja: o ju orator kaq të mëdhenj dhe ju poet kaq të mëdhenj, shikoni në të gjitha stilet e poezive të juaja, po ashtu dhe në të gjitha stilet e tregimeve dhe fjalive që ju keni ndërtuar me fjalë tani edhe më përpara. A mos gjeni ndonjë stil të veçantë si është ndërtuar Kur'ani? Nëse ato për shembull do të mundeshin, mund të vinin ndoshta me një ajet, me 2 ajete, me 3 ajete, do të gjeni një lloj vështirësie. Pse? Këtu është mrekullia. Mrekullia është që shikoni te Qurayshët, stil si ky lloj nuk ka. Shikoni te Beni Temimet, stil si ky lloj nuk ka. Shikoni te Kahtanët, stil si ky lloj nuk ka. Shkoni te Gatafanët që ishin pjesë e Shamit, stil si ky lloj nuk ka. Shikoni të gjithë fisat arabe, nuk ka. Lind pyetja: me këtë lloj edukimi që mori pejgamberi alayhi salatu wasalam në mesin e Qurayshve, nga ku lindi dhe u rrit, lind pyetja: nga e mori këtë stil pejgamberi alayhi salatu wasalam? Do thoshti i mori të gjitha poemat, poezit arabe dhe nxori diçka të veçantë. Nuk ka mundësi, sepse kur ti të marrësh 4-5 lloje poezish për shembull, edhe ti përzish bashkë dhe të nxjerrësh 1-6 nga ana jote, në analizën e fjalive do duket që po,
kjo është një punë shumë e mirë, shumë e bukur, shumë e madhe, që arriti ta bëj filani, mirë po të shikosh me vëmendje, filan stile ka marrë nga Benu Temimet, filan stile ka marrë nga Kahtanet, filan stile ka marrë nga Gatafanet, filan stile ka marrë nga i fisi tjetër atje, edhe së fundi ka dalë ky me një stil të veçantë, masi është ndiku nga fiset e tjera. Ndërkohë Kur'ani ka qenë krejt i veçantë në ndërthurjen e vet dhe s'ka pas fare asnjë lloj përngjasimi në të gjitha llojet e poezive dhe në të gjitha llojet e ndërthurjeve të fjalive. Kjo është mrekullia që i sfidoi arabët dhe i la ato me gojë hapur. Hajtë shikojmë me vëmendje. Kjo është dhe kuptimi i ajetit ku Allahu xhelle xhelalu thot: "Ju njerëz, ma aq memorje sa keni ju." Merrni dhe gjindët, që gjindët kanë mundësi të shkojnë për disa momente shumë të shkurtra nga Kurejshët në Mekë, të shkojnë menjëherë në Yemen. Edhe të kontrollojnë nëpër fiset e Yemenit, nëpër poezitë e Yemenit, nëpër tregimet e tyre. A kanë mundësi që të gjejnë një stil ashtu sikur ka ardhur Kur'ani? Nuk ka. Atëherë ju o njerëz, shikoni me vëmendje këto fjalë. Nëse nuk janë nga profeti dhe nuk i përkasin asnjë lloj fisi tjetër nga fiset arabe, kujt janë? A mos vallë erdhën nga xifutët? Nuk ka mundësi kurrë. Mos erdhën nga krishterët? Nuk ka mundësi kurrë, ata kanë pas gjuhën e vet, kanë pas gjuhën arabe. A erdhën nga popujt e tjerë? S'ka mundësi kurrë. Atëherë këto janë fjalë të zbritura nga krijuesi, nga Allahu xhelle xhelalu, andaj dhe Allahu subhanahu wa taala nuk është se i ka sfidu arabët thjesht se ju nuk mundeni të vini dot me këtë lloj stili, jo vetëm kaq, por nuk do të mundeni këtë lloj stili ta gjeni në çdo lloj fisi arab. Ktu është mrekullia. Këtë lloj stili me cilin është ndërtuar Kur'ani nuk i përngjason dot kurrë dhe nuk mund ta ngjeni dot kurrë në asnjë lloj fisi, nga ku mund ngjoja të marr kulturën apo të eduku pejgamberi ynë Muhamedi alayhi salatu wasalam. Atëherë këto fjalë nga erdhën? Këto fjalë erdhën nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Jo vetëm kaq, po në Kur'anin Kerim, Kur'anin famëlart, janë plot 29 sure. Janë plot 29 sure të cilat kanë fillu me gërma. Për shembull, kemi sure që fillon Elif Lam Mim. Kemi sure që fillon Elif Lam Mim Sad për shembull, ose Elif Lam Ra, ose Kaf Ha Ya Ain Sad, ose Yasin, ose siç janë ato Qaf, Nun e kështu me radhë. Të gjitha këto sure, 29 sure në të gjithë Kur'anin. Ibn Abbasi radiallahu anhu ka shpjegu dhe sahabët të tjerë, komentues të tjerë të Kur'anit, kanë shpjegu se Allahu xhelle xhelalu nuk ka dashur të tregojë nëpërmjet këtyre gërmave ndonjë kuptim të veçantë. Përkundrazi, kjo është sfidë që i ka bërë arabëve, duke i thënë që shikoni o arab, Kur'ani erdhi me këto gërma, me këto shkronja, me cilat ju keni ndërtu gjuhën tuaj, poezit tuaja, tregimet tuaja të rrjedhshme kështu me radhë, dhe a keni mundësi të gjeni në fiset arabe diçka të përngjashme me këtë? Jo, nuk kemi mundësi. Atëherë pse po mohoni këtë fjalë? Nuk ka mundësi kur njëri pa shkollum të vi me këto fjalë kaq ndikuese. Të vi me këto fjalë kaq të ndërthura, kaq bukur, nuk mund të vi kurrë. Aq më tepër që këto fjalë nuk i gjeni asnjëherë në fiset e tjera. Kjo është vetë mrekullia e Kur'anit në aspektin gjysor. Përfshi pastaj stilin e lartë artistike, retorikën, përputhshmërinë, bukurinë e shqiptimit, fjalët e qarta, radhitën e përsosur, tyre e kështu me radhë, gjë që i bëri vërtet arabët që në kohën e pejgamberit alayhi salatu selam e deri në ditën e gjykimit ti befasoi, ti sfidoi dhe ti lër ata që të gjitha janë, të gjitha fiset gojë i hapur. Kjo është mrekullia e Kur'anit nga ana gjuhësore. Tani le të shikojmë disa mrekulli të tjera që i ndjejmë ne si besimtar, edhe pse s'kemi qenë prezent në momentet në kohën kur zbritur Kur'ani, edhe pse nuk i përkasim arabëve si fis, por jemi me fjalë fise të ndryshme që flasim gjuhë të ndryshme nga gjuha arabe. Jo vetëm ne si shqiptar, por të gjithë gjuhët e tjera botërore. Ato ndjejnë mrekulli të ndryshme në Kur'anin, edhe pse kanë ardhur më pas, edhe pse kanë zakone të ndryshme nga arabët, edhe pse kanë gjuhë të ndryshme nga gjuha arabe. E para është se Kur'ani, duke qenë si qenë ka perla e retorikës arabe, si ka mundësi që të jetë kaq e thjeshtë dhe kaq e lehtë për të mësuar përmendsh. Është një fjalë që mësohet shumë shpejt përmendsh, dhe dietarë kanë thënë diçka tjetër. Nuk është kusht fare që ti të jesh musliman që Kur'anin ta mësosh shpejt përmendesh. Kur'anin e ka mësuar përmendesh edhe pa besimtarët.
Në kohë të ndryshme ato që kanë dashur me rujt gjuhën sot e kësaj dite, Kur'ani në shumë prej vendeve arabe ku ka krishterë e mësojnë përmendesh, jo sepse duan ta besojnë atë. Ato nuk e besojnë Kur'an, nuk e duan ta besojnë dhe as pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu vesselam, por është burimi i vetëm nga i cili është ruajtur e pastër gjuha arabe. Po të shkojmë në Liban, jo më larg se në Libanin për shembull, kemi qindra hafiza prej krishterëve që kanë mësuar Kur'anin përmendesh. Sepse nëpërmjet Kur'anit përmendesh, ato ruajnë gjuhën e pastër dhe pasurojnë fjalorin e tyre. Po bëhet fjalë për letrarët dhe edhe pse janë të krishterë për shembull, janë të dashuruar pas letërsisë arabe. Edhe në krye të letërsisë arabe qëndron stili artistik i Kur'anit. Andaj dhe për shembull mësojnë përmendesh. Ne intereson kjo që të gjithë njerëzit, të vegjël ose të mëdhenj qofshin, madje të vijë një person 40 vjeçar, të vijë një person 60 vjeçar, dhe ti futet ta mësoj Kur'anin përmendesh, wallahi ka për ta mësuar nëse ai ka vendosmëri. Ajet. Ndryshe nga për shembull tregime apo romane apo libra të tjerë që ka të vështirë ti lexoj të shkoj deri në fund në kështu me radhë. Thot Allahu xhalla xhelalu në Kur'an: "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr." Vërtet ne e lehtësum Kur'anin të mësohet përmendesh. Thot e lehtësum për njerëzit që Kur'ani ka mundësi të mësohet shumë shpejt për njerëzit. Thot wa hal min muddakir, a ka njerëz që arsyetojnë me këtë që ne tham? Shikojini Kur'anin. Është fjala më e pastër, fjala më e lartë. Ne po të shikojmë me vëmendje në gjuhët botërore, po të shikojmë tregime dhe romanet më të bukura për shembull, është vështirë që ti të futesh në thelbin e tyre dhe ti mësosh përmendesh ato. Ndërkohë që Kur'ani është tepër i thjeshtë, është më e mira, më e larta, më e bukura, me kuptime më të thella dhe më e lehta për të mësuar përmendesh. Kemi pikën e dytë, thot ndikimi që ka ai për atë që e kupton dhe mediton. Një person i cili i kupton fjalët e Kur'anit dhe në të njëjtën kohë mediton mbi kuptimin e fjalëve të Kur'anit, lën një ndikim tepër të madh në zemrën e njeriut. Po bëhet fjalë për atë person i cili i kupton fjalët e Kur'anit dhe në të njëjtën kohë mundohet i meditoj ato. Domethënë, nuk është si puna e personi i cili e fal namazin, ose këndon Kur'anin, ose i kryen adhurimet ndaj Allahut xhelle xhelalu dhe mendjen nuk e ka aty. Ai person i cili mundohet të përqendrohet, Kur'ani do ta glabërojë lloj njeriu. Do t'i japi një ndikim në zemër aq të madh sa ky do dashurohet me Kur'anit aq shumë sa nuk do të ngopet pastaj së lexuari. Edhe kjo është një mrekulli tjetër e Kur'anit, që ai person i cili lexon të këndojë Kur'an me rregullat e tajvidit sa më mirë, derisa hurufet, ato gërmat e gjuhës arabe, fillojnë të dalin ashtu siç duhet, ha del këtu, kha del e grisur, h-ja del për brenda. Domethënë filloi ta ndjejë ky Kur'ani nëpërmjet gërmave të saj që shkojnë edhe vinë në të gjithë trupin e njeriu, atëherë ky nuk do të ngopet asnjëherë me leximin e Kur'anit. Nuk do të ngopet asnjëherë. Lexoje sa herë. Tani lind pyetje. Sa herë këndojmë Fatihan? Sa herë këndojmë namaz? Ne mund të marrim për shembull romanet më të bukura që ekzistojnë. E lexojmë 1 herë, 2 herë, 3 herë, ja 10 herë, ja 20 herë, pastaj do të venitet. Ai lloj leximi do të vinin, do themi dum diçka më të bukur. Kur'ani nuk del asnjëherë jashtë natyrës së vet të ndikimit. Nuk del asnjëherë jashtë natyrës së vet për me tregu se sa i mirë, sa i bukur, sa i lartë dhe sa ndikues është në zemrat e njerëzve, sidomos nëse ata kanë mundësi të fillojnë kuptojnë fjalët e Kur'anit edhe të meditojnë pastaj se çfarë ka dashur të thënë Allahu xhelle xhelalu në këtë ajet kuranor, në atë sure, në këtë sure kështu me radhë. Po ashtu, kemi dhe atë që quhet Kur'ani është tërheqës në mënyrën e shqiptimit të tij. Fjalët janë të ndërthura dhe të ndërtuara në atë lloj mënyre, saqë kemi po ashtu vjersha të gjuhës arabe, kemi tregime të ndryshme që mund të lexohen ndoshta edhe 100 herë dhe akoma janë të fuqishme. Mirë, për Kur'an lexohet miliona herë dhe vazhdon të ketë një lloj ndikimi, jo thjesht në kuptim dhe në meditimin siç thashun. Jo, ndoshta edhe tek ai person i cili thjen ndoshta don ta këndoj fjalën e Allahut xhelle xhelalu, ajo përputhshmëria e fjalëve. Kapin gjitha suret. Ka për shembull një sure ku thot walan takhriqal arda, thot wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda walan tablugha al jibala tula kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Rrjedhin fjalët. Ke kënaqësi ty kur e lexon Ar-Rahman,
allama al-Quran, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan, ash-shamsu wal-qamaru bihusban, wan-najmu wash-shajaru yasjudan. Do të thonë të kënaqsh kur ti e lexon, aq më tepër kur dëgjuesi, aq më tepër kur ti e shqipton vet, mirë po. Nëse do të ndjesh akoma më shumë Kur'anin, mundohu të mësosh rregullat e tajvidit, mundohu të kuptosh disa fjalë prej tij, të meditosh në të dhe ke për të parë që ky Kur'an është vërtet fjalë e Allahut xhelle xhelalu që futet thellë në zemrën e besimtarit dhe nuk ka fjalë që zen vend aq shumë dhe me aq forcë dhe aq rënd në zemrën e muslimanit apo besimtarit se sa fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala. Tash le të kalojmë te pjesa e dytë. Mrekullia e Kur'anit në aspektin e ruajtjes nga ndryshimet. Pikërisht për këtë temë ne folëm në mësimin e kaluar, javën e kaluar apo jo. Ku thamë që Allahu xhelle xhelalu e mbrojti Kur'anin nga librat e tjerë, do të thonë, Kur'ani është i ruajtur dhe librat e tjerë nuk janë të ruajtur. Unë do përsëris vetëm thelbin e kësaj që mos futem se kemi shpjeguar një herë këtë. Kur'ani ka zbritur për të gjitha kohrat, për të gjitha njerëzit, për të gjitha vendet dhe për të gjithë popujt. Vend, kohë, popull, për gjithë njerëzit marë. Do ta kuptojmë një fjalë që ndoshta ka jetë e Kur'ani që janë dëgjuar në kohën e sahabëve, si kanë dhënë shumë rëndësi, sepse kuptimi i vërtet është, për shembull, mas 14 shekush, mas 15 shekush, sahabët e kanë dëgjuar, e kanë besu, janë fal Allahu xhelle xhelalu, janë dorëzuar në nështruar dhe nuk kanë pyetur shumë si pyetën që futët. Kurse ne si musliman do të vinë te mrekullia e tretë që do të zbulojmë të vërtetat shkencore të Kur'anit. Atëherë patjetër që Kur'ani është deri në ditën e gjykimit si mrekulli. Pra kjo është garancia, përderisa Allahu xhelle xhelalu e zbriti Kur'anin për çdo kohë, për çdo vend, për çdo popull, pra për të gjithë njerëzit në përgjithësi deri në ditën e gjykimit, është garancia e vetme që ka dhënë Allahu xhelle xhelalu që ky Kur'an do të jetë i pandryshuar deri në ditën e gjykimit. Nuk ka mundësi kurrë që Allahu xhelle xhelalu një libri hynor ti ke në vend atij libri ti ke vendosur afat për një vend të caktuar, një kohë të caktuar, për një popull të caktuar ti deri në ditën e gjykimit. S'ka mundësi kurrë. Andaj dhe shikojmë që domosdo librat e tjerë hynor janë ndryshuar nga shumë lloje mënyrash. E kanë ndryshuar vetë, siç përmend Allahu xhelle xhelalu për çifutet në Kur'an, ose nuk kanë ditur ta ruajnë dhe me kalimin e kohës, për shembull para 10 vjetëve ka ndodhur një ndodhi dhe atë lloj ndodhie ndryshe thot njëri, ndryshe thot tjetri. Apo jo? Ndryshe thot njëri, ndryshe thot tjetri. Ndodhi që ne ndoshta i kemi përjetu, jemi akoma gjallë dhe janë njerëz të cilët i kemi jetuar me ta kështu me radhë, e njohim shumë mirë, ndryshe thot ky, ndryshe thot ky, ndryshe thot ai tjetri. Për 10 vjet jo më tepër. Jo më po bëhet fjalë për mijëra vite. Ndërkohë 1400 vjet, ashtu sikur është gjetë Kur'ani mushafi i Uthmanit, ashtu sikur është shpërndar mushafet Kur'ani në të gjithë kryeqendrat në të gjithë kryeqendrat islame në botë, atëherë ashtu gjendet Kur'ani sot e kësaj dite me çfarë? Me pikë me presë pa ndryshuar asnjë lloj gjëje. E ka rujt Allahu xhelle xhelalu, thot inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Vërtet ne zbritëm Kur'anin dhe ne do ta ruajmë atë në formë të prerë. Mundoni sa doni o njerëz, kur nuk do të gjeni mundësi ta ndryshoni Kur'anin, sepse ne do ta ruajmë atë, thot Allahu xhelle xhelalu në Kur'anin famëlart. Tani le të kalojmë tek pika e tretë. Mrekullia e Kur'anit në aspektin e zbulimeve të vërtetave shkencore. Allahu xhelle xhelalu në Kur'an thot: "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim." Ne do t'ja bëjmë të dukur dhe të shfaqur, do ta dinë ata nëpërmjet nesh, pra do t'ja zbulojmë atyre, thot Allahu xhelle xhelalu, argumentet tona, mrekullitë tona, thot fil afaqi në për horizonte, wa fi anfusihim dhe në vetvetet e tyre, dhe fi anfusihim dhe në vetvetet e tyre, hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq, derisa ata të qartësohen se kjo është e vërteta. Pra kjo fjalë është fjala e Allahut e vërtet. Pastaj e besojnë ose jo, kjo është çështje që u përket atyre. E rëndësishme është që Allahu xhelle xhelalu do t'ja bëjë të qartë njerëzve që kjo fjalë është prej Allahut subhanahu wa taala. Sanurihim ayatina, do t'ja tregojmë atyre kohë pas kohe që do të vinë, pra se nurihim në të ardhmen do t'i tregojmë atyre në formë të qartë argumentet dhe mrekullitë tona në Kur'an, thot
fil afaqi, në horizonte. Do me thonë, jo vetëm aty ku jetoni ju që shikoni përballë, por gjithçka që ka sjell Allahu xhelle xhelalu, duke shikuar qiejt, duke shikuar planetet, duke shikuar gjithçka që është sipër njeriu. Thot wa fi anfusihim, dhe brenda vetes së tyre, sa më shumë të përparoj teknologjia, vetëm se zbulon mrekullitë e Allahu xhelle xhelalu në krijimin e tij, që lidhen në vetveten e njeriu, rreth vendit ku jeton njeriu, edhe sipër me fjalë në univers, pjesës e cilës është dhe njeriu. Në mesjet për shembull, shkencëtarët e ndryshëm në Evropë shpalleshin nga kisha heretik. A është e vërtetë kjo? Pse shpalleshin heretik? Ishte problem të mësoje diçka të vërtetë shkencore në atë kohë. Pse se do të bishen kundërshtim me kishën, do të bishen kundërshtim me papatin, do të bishen kundërshtim me periferin të cilët nuk donin zbulimin shkencore, sepse i konsideronin ato çfarë? Jo të vërteta, nuk i përmban Bibla, në të njëjtën kohë ishte heretizëm. Heretizëm është me fjalë, si mi themi në tekfir, me nxjerr nga feja. Heretik do të thonë me nxjerr nga krishterimi. Kanë qenë ato termat e tyre. Ndërkohë në të njëjtën kohë, nëse muslimanët zbulonin diçka të re, khalifët e asaj kohe, prisat dhe sultanët e asaj kohe, i mbanin me pagesë, e nxorë diçka të re, uno, halal qoftë. Ti e nxorë diçka të re, uno dhe ti. Ti e nxorë diçka të re, uno dhe ti. Pse? I mbanin shkencëtarët. Pra në krahun tjetër, kur bota lulëzonte nga krahu në qytetrimin Abbasit, mi fjalë, në oborin e Abbasitëve, po ashtu dhe në oborin e Umewive në Spanjë, ku në Evropa ishte në mesjetën e errët të vet, mi fjalë, arabët për shembull me zbulimet e tyre shkencore, çfarë bënin? Vetëm se zbulonin her pas here të vërteta shkencore që sot e kësaj dite studiohen nga perëndimi. Mirë, por nuk quheshin si heretik, nuk përziheshin dhe nuk diskriminoheshin, përkundrazi marrshin afër dhe ngrihen si njerëz dhe shkencëtar të vërtet. Pse ndodhi kjo tek krishterët dhe nuk ndodhi kjo tek muslimanët? Sepse shkenca ose Kur'ani asnjëherë nuk bie në kundërshtim me shkencën. Jo vetëm kaq, por themi me plot gojën që Kur'ani i paraprin shkencës. Në kuptim, nëse do të gjejmë që në shkenca për momentin ka zbulu diçka që ndoshta mund të jetë dhe gabim dhe mund ta rizbuloj ndryshe mas një farë kohe, dhe Kur'ani thot ndryshe, asnjëherë nuk hidhet poshtë Kur'ani, por themi studiojeni me vëmendje, sepse meseleja ose çështja do dali ashtu sikur thot Allahu xhelle xhelalu në Kur'an. Pse? Sepse është mrekulli hynore për të gjitha vendet, për të gjitha kohrat dhe për të gjitha popujt deri në ditën e gjykimit, dhe s'ka mundësi kur që Zoti thot Kur'an se nurihim ayatina, ne do të tregojmë atyre mrekulli dhe argumente tona fil afaqi wa fi anfusihim, në horizonte dhe brenda vetvetes së tyre, në krijimin e tyre, hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq, derisa ata të qartësohen se kjo është e vërteta nga Allahu subhanahu wa taala. Allahu bin në kundërshtim me vetveten e tij nëse del një e vërtetë shkencore dhe kundërshton Kur'anin. Do të jap një shembull për këtë, që Kur'ani gjithmonë i paraprin shkencës, jo gjithmonë që Kur'ani është në varësi të shkencës. Për shembull, deri tashti vonë, bota, shkencëtarët e saj besonin që dielli nuk rrotullohet. Dielli është një planet, është një krijesë ta quhshmi ne si musliman, apo një planet, një lëmsh i madh zjarri që rri në vetvete aty, nuk lëviz. Muslimanët e lexonin ajetin e Kur'anit ku thot wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdiru al-azizi al-alim. Vërtet dielli shkon dhe rrotullohet, dhe ka thot në rrotullimin e saj, thot Allahu xhelle xhelalu në Kur'an, ka disa etapa të caktuara, do të thotë jo vetëm që rrotullohet, por rrotullohet sipas disa etapave të caktuara, sipas një orbite pra të caktuar, dhe nuk mund të dali jashtë kompetencave të veta. Dhalike taqdiru al-azizi al-alim. Vërtet, po bëhet fjalë që kjo është një përcaktim nga dhënjësi, nga Allahu xhelle xhelalu i cili është i gjithdijshëm. Ai që krijoi, ai bën hanën, diellin dhe gjithë planetet e tjera që shkojnë të vinë ashtu sikur ka caktuar Allahu xhelle xhelalu. Mirë, po shkencëtarët asaj kohe për shembull, deri tani vonë, thonin nuk ka problem, le të jetë përmend Kur'an. Ne kemi faktet tona shkencore, dhe ja që erdhi një kohë tani shpejt dhe i hudhën poshtë ato fakte shkencore të tyre dhe vërtetuan më së fundi që dielli rrotullohet. Dhe kështu me radhë, po të shikosh me vëmendje,
dhe të meditosh në ajetet kuranore, do të kuptosh që jo vetëm që Kurani dhe shkenca që ndrojnë gjithmonë bashkë nuk mund ta luftojnë njëra tjetrën, por Kurani paraprin shkencës, përderisa Allahu xhelle xhelalu thot se nurihim ayatina, vërtet do t'i tregojmë atyre kohë pas kohe të vërtetat tona, argumentet tona, mrekullitë tona, fil afaqi në për horizonte, wa fi anfusihim dhe në vetvetet në vetvetet e tyre. Allahu xhelle xhelalu thot në Kur'an: "Wama utitum min al-ilmi illa qalila", vërtet juve nuk ju është dhënë nga dituria vetëm se pak. Për cilën dituri po bëhet fjalë? Për diturinë absolute të Allahut xhelle xhelalu. Pra çdo gjë që ne dim, edhe fshehim, edhe zbulojmë, dhe gjithçka që lidhet me dijen tonë të ngushtë dhe të ngurtë në një të njëjtën kohë, është një cifël prej ciflave të diturisë absolute që ka Allahu xhelle xhelalu. Çka do thotë që ju o njerëz sa do të mundoheni të shkoni me teknologjinë tuaj të zhvilluar dhe të zbuloni gjëra të reja, nuk bëni gjë tjetër vetëm se zbuloni sa të mangët dhe të metë dhe të padijshëm jeni në krahasim me diturinë dhe dijen absolute që ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Ja ma'shar al-jinni wal-insi in istata'tum an se shahidi të surë Rahman. Ja ma'shar al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. O ju gjin dhe o ju njerëz, gjithmonë i drejtohet gjithë dhe njerëzve që po të bashkohen bashk, megjithëse bëhet fuqi e madhe. Gjinët janë fuqi e madhe në vetvete. Po ashtu arsyeja dhe mendja e njeriu tepër e lartë është një fuqi në vetvete, që nëse bashkohen bashk, megjithëse bëjnë mrekullina brenda kornizës që ka leju Allahu xhelle xhelalu. Thot: o ju njerëz dhe gjin, bashkohuni bashk, mundoni të kaloni hapësirat e qiellit dhe tokës. Mirë po kur nuk do të mundeni vetëm se një fuqi që mund të japi Allahu xhelle xhelalu. Pra i ka sfidu Allahu xhelle xhelalu krijesat për me tregu që kudo që të lartësoni, kudo që të shkoni, çfarë do lloji gjëje që të zbuloni, ju asnjëherë nuk mund të kaloni caqet dhe caktimet që ju ka caktuar Allahu xhelle xhelalu. Jeni gjithmonë të mangët dhe të metë, të ngushtë në jetën tuaj. Pra zbuloni këto zbulime, nuk jeni gjë tjetër vetëm se të vërtetoni plot fuqishmërinë, madhështinë, gjithë diturinë, urtësinë Allahu subhanahu wa taala në krijesat e tij. Tani le të përmendim shkurtimisht disa prej zbulimeve shkencore tepër të rira në kohën tonë moderne, që Kurani ka përmendur para 1400 vjetëve, dhe për me vërtetu ajetin kuranor ku Allahu xhelle xhelalu thot se nurihim ayatina, ne do t'i tregojmë njerëzve pa besimtarëve, sa bukur do ta lidhun një ajet me lenin Allahut që tani, ku Allahu xhelle xhelalu njerëzit zbulojnë, atëherë vjen muslimani dhe thot: o vlla, këtë që zbulove ti e ka përmend Allahu xhelle xhelalu. O ti shkencëtar atje nga Amerika, ti cili përket fesë krishtere apo fesë qifuda, apo ndoshta mund të jesh pagan i feve të tjera, hajde dhe ti shikoje, sepse këtë e ka thënë Allahu xhelle xhelalu në Kur'an. Për shembull, ndarja e trupave qiellor, këtë e rëndita të parën. Se bëhet fjalë për zanafillën, për krijimin. Ndarja e trupave qiellor, pasi ata ishin një tërësi e vetme. Dhe i gjithë universi po ashtu ishte tym dhe mas gazore. Ishe bashk, pastaj u shpërtheu dhe u nda. Këte kur e kanë zbulu, të shtivon, çfarë thot Allahu xhelle xhelalu? Ta përmend Allahu subhanahu wa taala në Kur'an ku thot: awalam, shikoni dhe mënyrën e ndërtimit të ajetit. Thot: awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa. A nuk e pan ata cilët nuk besun, pra nuk i besojnë Allahu xhelle xhelal, pra nuk janë musliman, se qiejt bashk sa ishin bashk me tokën, ishin një tërësi e vetme, ishin një trup i vetme, i trup i vetëm, pastaj thot Allahu xhelle xhelalu: fa fataqnahuma, dhe ne i ndam ato. Wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayyin, dhe prej ujit bëm çdo gjë të gjallë. Do të thonë çdo burim gjallërimi dhe krijimi vjen pikërisht se është përzim me ujin. Kështu ka dash Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë, në Zanafill Allahu xhelle xhelalu i ndahu planetet, prej planeteve ndahu dhe tokën. Pse? Wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy, dhe bën prej ujit çdo gjallësë të gjallë që vjen nga uji. Çfarë kuptojmë nga kjo? I ndahu planetet në Zanafill për të vetmen arsye që
ta bëj tokën një planet të banueshëm, pra do të vi koha dhe në këtë planet që u nda nga planetet e tjerë do të jetë i banueshëm ndryshe nga planetet e tjerë. Aty ku ka ujë, aty ku ka ajër, aty ka dhe jetë. Apo jo? Çfarë ndodh tash? Kjo është në origjinën e Zanafillës. Mirë, por ne kuptojmë fare mirë që shikoni sa bukur thot Allahu xhelle xhelalu në fillimin e ajetit, thot: "Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqa." A nuk pan ata cilët nuk besun që qiejt bashk me tokën, të gjithë trupat qiellor ishin një tërësi e vetme. Fafataqnahuma, dhe ne ato me fjalë i zbërthyem, me fjalë i ndam nga njëra tjetra. Me këtë jetë kuranor, kujt është drejtu Allahu? Ma tregoni. Ishtë tregu, dakord, ateizve arab në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që nuk kishin haberin se si është qielli, se ç'është astronomia, se ç'është rruga e qumshit, se ç'është orbita, se ç'është universi. Ato din arabët në asaj kohë dhe njerëzit në përgjithësi shikonin yjet, kishin disa dituri që lidheshin me yjet në kuptimin që ky yll lëviz ky lëviz ky është polari, ky është atej, ky është jugu, ky është veriu, domethënë kishin një uri. Dhe kishin formuar dhe kalendarët e tyre që esnin, po ashtu kishin dhe kalendarët që esin me ato, si quhet ajo, dituria e astrologjin. Kishin zhvilluar dhe kalendarët astrologjik. Mirë po, gjithmonë ishin brenda një diturie të kufizuar. Dhe ato fallxhorët me fjalë ushqenin me habere që meshin xhinët për shembull kur dëgjonin melekët në qiellin e parë. Kjo ishte gjithçka. Nuk dinin ata se çfarë ishte dielli, ç'ishte me fjalë ajo rrotullimet në orbit, ç'është sipër kësaj, ç'është kështu më radh me fjalë, siç janë të vërtetuar sot dhe të zbuluar shkencërisht në aspektin në fushën në shkencën e astronomisë. Atëherë kur thot Allahu awalam yara alladhina kafaru, a nuk e pan ata cilët nuk kanë besuar, pra nuk i besojnë Allahu xhelle xhelalu, anna samawati wal arda, që qielli dhe toka bashkë gjithë ishin tërësi e vetme, fafataqnahuma, dhe ne i shpërthyem dhe i ndam ata. Kjo quhet në gjuhën moderne ose gjuhën shkencore Big Bangu, shpërthimi i madh. Fafataqnahuma, gjuhën arabe fataqna, indam, mi fjalë në mënyrë të bam, shpërthim. E ka përmend Allahu xhelle xhelalu, edhe vetë fjalën Big Bang që ato e kanë që ecin mi fjalë, kanë këtë lloj teorie ku janë mbështet, është përmendur pikërisht me fjalën fafataqnahuma. Nuk thot fasalna, indam. Jo, fataqna. Mi fjalë i zbërthym, i shpërthym nga njëra tjetra. Thot Allahu xhelle xhelalu në Kur'an. Tani le të shikojmë një zbulim tjetër. Zbët fjalë për zbulimin e hekurit, që është një element i huaj për tokën. Domethënë është një element që ka ardhur i huaj për tokën dhe nuk është krijuar me elementet e tjera me fjalë metalik. Po deri te kallaj që është metali nga më i buti që shkrihet shumë shpejt, edhe metalet më të forta, hekuri në përbërjen e saj si element nuk ka asnjë lloj, me fjalë, nuk është përbërje e ardhur dhe zhvilluar me metalet e tjera në tokë. Edhe shkencëtarët përfundimisht kanë rënë dakord që hekuri si metal, ndryshe nga metalet e tjera, është një element i ardhur në tokë. Është një element i ardhur, po nga erdhi, kush e solli? Këte kanë zbulu këto tashti. Çfarë thot Allahu xhelle xhelalu në Kur'an? Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid." Vërtet ne e zbritëm hekurin. Nuk thot zbritëm bronzin, dhe as arin, dhe as argjendin, dhe as kallajin, dhe as bakrin, dhe as thot zbritëm hekurin. Thot fihi ba'sun shadidun. Në të thot ka një lloj dobije të madhe për çështjen e luftrave. Besun shedid, fjala bes gjithmonë nuk kupton çështjet e forta dhe çështjet e luftrave. Për shembull, po të shikojmë me vëmendje, si në kohët e lashta, deri sot më fal, hekuri është përbërja kryesore në armatimin e njerëzve. Pastaj thot Allahu xhelle xhelalu: "Wa manafi'u lin-nasi", në të njëjtën kohë ka dobi të mëdha për njerëzit. Të gjitha shtëpiat sot janë me hekur. Betonet, gjojnë këtu me radhë që ndërtohen, përpara ndërtonin me gur. A kupton? Derisa arritën ta përpunonin hekurin siç duhet, nuk e përpunonin dot me një fjalë, aq mirë sa të ndërtonin e të bonin ke përsyshti, derisa u arrit teknologjia e lartë, arritën zbulime të tjera, mënyra se si ta nxjerrim mineralet, se si ti përpunojmë, si ti pastrojmë, si ti shkrim e kështu me radhë, si ti bashkangjisim me metale të tjera, çeliku special ndahet kështu, hekuri i rëndob ndahet këtu e kështu me radhë, dhe çfarë ndodh pastaj? Ndodhin ndërtime të ndryshme dhe ecën jeta njerëzore. Ne na intereson diçka. Nëse shkencëtarët u vërtetuan se hekuri është një element i ardhur në tokë dhe jo pjesë përbërëse e krijimit të saj, atëherë është fare çuditshme. Nga erdhi hekuri,
wa anzalna al-hadida, ne e zbritëm hekurin. A doni ju të gjeni o njerëz se kur erdhi hekuri? Japim ne përgjigjen, wa anzalna al-hadida, ne e zbritëm hekurin. A doni me pyet ku nga erdhi hekuri? E thot Allahu xhelle xhelalu në Kur'an, ne e zbritëm hekurin. Po ashtu kemi përshkrimin e fazave të zhvillimit të embrionit në mitrën e femrës. Për shembull, fëmia i vogël që në fillimet e veta, derisa i futet shpirti, mas 120 ditëve, në 40 ditën e parë është nutfa, është lëng, vazhdon të jetë i lëngshëm. Në 20 ditë, në 40 ditën e dytë, ai është alaqa, gjak i ngjizur. Në 40 ditën e tretë, çfarë është? Mudgha, është cop mishi. Që të treja këto, Allahu xhelle xhelalu ti ka përmendur në surën Hajj, në ajetin 5 të surës Hajj, që kur i kanë parë më vonë shkencëtarët që me sa imtësi dhe përpikpëri janë shprehur në Kur'an me një radhitë të përkryer, duke mos gabuar në asnjë lloj gjëje të vetme, janë çudit, duke thënë se si ka mundësi diçka të jetë me kaq lloj saksie përpikpërie para 1400 vjetëve dhe ne me mjetet tona moderne sot kuptuam se çfarë bëhet fjalë, me fjalë se si ndërtohet me fjalë embrioni në barkun e nënës vet. Me fjalë fëmia i vogël derisa futet në barkun e nënës vet, dhe të treja termat, pra nutfa, alaqa, mudgha, që përshtaten më së miri me termat shkencore që kanë nxjerrur ato biologët e mëdhenj me fjalë botror, atëherë nuk kanë vetëm se janë shmangur, janë befasu, kanë ngel të shtangur, janë befasu gjithë ata nga këto lloj mrekullish. Mrekulli ka sa dush me fjalë, kemi ato tjerat për shembull, po bëhet fjalë për rolin e mallë të maleve në përforcimin edhe qëndrueshmërinë e korës së tokës. Për sa i përket maleve, nuk është një ajet. Ke shumë ajete kuranore ku Allahu xhelle xhelalu thotë në i vendosëm malet, i ngulitëm malet për të pasur qëndrueshmëri toka. Domethënë, ne shikojmë malin këtu, por është poshtë me fjalë rrënjët e saj, janë aq të thella, saqë janë tepër të domosdoshme për qëndrueshmërinë e tokës, që ajo mos të luajë jo në aspektin e lëvizjes, në aspektin e çrregullimit. Bravo, sepse disa mund ta morin këtë çështje që ky është argument që toka nuk lëviz. Unë do të marr një ligjërat inshallah, argumente nga Kurani që toka lëviz. Se kanë marrë gjuhë nga Kurani që toka lëviz, ç'është ky mohabet kështu? Përkundrazi, toka lëviz derisa është vërtetuar shkencërisë dhe Kurani nuk e hedh poshtë. Dhe të gjitha ato ajete kuranore që janë marrë në formë të përgjithshme gjoje që tregojnë se toka nuk lëviz, nuk janë gjë tjetër vetëm se mund ta quajmë ignorancë, keq interpretim e kështu me radhë. Ato janë pastaj argumentet shkencore dhe logjik. Ne po flasim për argumentet e Kur'anit. Që a ka mundësi kjo e vërtet shkencore të binë kundërshtim me Kur'anin? Jo asnjëherë. Edhe kjo inshallah kur di vidita do ta shpjegojmë, sepse është një çështje që kanë lidhë jo thjesht nga ana fetare, por nga ana shkencore, por nga ana fetare, duke thonë që kush thot toka që rrotullohet shumë rrallë ka bë gabim fetare, hyn akide çan këto. Inshallah do të kemi kohë ta shpjegojmë edhe këtë çështje se është shumë e rëndësishme. Po ashtu kemi errësirat që shtresohen njëra mbi tjetrën në detrat apo oqeanet e thella. Dhe humbjen e ngjyrave të ndryshme në varësi të thellësisë. Shkencëtarët kanë vërtetuar në ujërat dhe oqeanet e thella, sa më shumë të zhytesh, atëherë fillon dhe humbja e ngjyrave të ndryshme. Mirë, po këte kur e kanë vërtetuar këto, kur janë zhytur me ato batiskafet modern që futen poshtë me metet moderne në këne, ndërkohë Allahu xhelle xhelalu ta ka përmendur këtë në Kur'an. S'ka nevojë fare të futesh edhe të rish për shembull 60 vjet derisa të arrish të prodhosh batiskafe me fjalë që ndoshta ja kalojnë në ndecëve bërthamore. Sepse ashtu sikur ndërtohen në ndecet bërthamore, ashtu dhe ndërtohen batiskafet moderne me fjalë me aq kosto të madhe, po ashtu nga shoqëritë të mëdha amerikane, ruse, kështu me radhë, që lidhen poshtë me ushtrinë e tyre për me zbulu gjëra, për me eksploru detin, me zbulu gjëra të reja. Mirë, po çfarë vërtetun? Vërtetun atë që mos u lodhni kot, sepse ai ka përmend Allahu xhelle xhelalu para 1460 vjetëve një fakt shkencor që ju po e zbuloni tani. Kemi po ashtu thot pengesën që ekziston ndërmjet detit Mesdhe dhe oqeanit Atlantik, duke pasur veçori të ndryshme.
deti bezdhe me Oqeanin Atlantik, kur takohen, në vijen e takimit të tyre, është një pengesë që nuk i bën rrjedhët e dyve të bashkohen me njëra tjetrën. Jo vetëm kaq, por ky deti mesdhe ka cilësi të veçanta, veçori të veçanta dhe Oqeani Atlantik ka veçori të veçanta. Edhe këtë ka përmend Allahu xhelle xhelalu në Kur'an kur përmend çështën e dy detrave që kurrë nuk përzihen bashk. Deri në fund s'ka. Nga fillimi deri në fund. Një pengesë që ujë për ujë nuk ka mundësi të përzihen. Normal që forca Allahu xhelle xhelalu bën të tillë që mos përzihet. Mirë po, atë që sot ti po e zbulon shkencërisht si ka mundësi edhe veçoritë e tyre të jenë edhe këtë ka përmend Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famëlar. Po ashtu kemi edhe një zbulim që është për mendimin tim i më bën shumë çudi. Zbulimin e pjesës më të ulët të tokës në nivelin e detit. Kemi që është në Palestinë. Kemi për shembull 1 metër mbi nivelin e detit, 2 metra mbi nivelin e detit, kemi 8000 metra mbi nivelin e detit, Himalajet. Apo jo? Që është maksimumi 8000 sa? Të fal Zoti. 8848. Apo jo? Që janë pra 8000 sa metra mbi nivelin e detit, jo se mali është vërtet 8000 metra, mund të jetë nga rrënza vet aty mund të jetë më pak, por me nivelin e detit ai shkon 8000 sa metra lartësi. Ndërkohë në Palestinë është gjetur për shembull më së fundi dhe niveli më i ulët që nuk futet mbi nivelin e detit, por është në nivelin e detit. Edhe këtë ta ka përmend Allahu xhelle xhelalu në surën Rum, kur ka përmendur çështën ku ka thënë fi adnal ardi, në çështën me fjalë në nivelin më të ulët të tokës, dhe po të shikosh me fjalë të gjitha komentimet, të gjitha zanafillet, kur është zhvilluar lufta ndërmjet romakëve dhe persianëve, atëherë kupton qartë se për cilën vend po bëhet fjalë, për Palestinën asaj kohe, Palestinën sot moderne që u zbulumi fjalë. E kështu me radhë. Atëherë le t'i kthehemi thelbit ton, sepse unë përmenda vetëm disa. Keni libra shkencorë të cilët disa prej tyre janë përkthyr shqip, siç kemi mrekullitë shkencore të Kuranit të Zendanit. Keni po ashtu me fjalë produkte ndryshme që janë përkthyr, por nuk janë bërë libra në gjuhën angleze dhe në gjuhën arabe dhe gjuhën franceze. Po ashtu ke libra pa hesab që vërtetojnë ato. Pse ne shqiptarët jemi gjithmonë në fund, edhe që e bën Zoti marr një libër të Zendanit me shkumë përkthyr dhe atë përkthyr nga arabishtja, përktheme se ke anglisht sa dush, ke frëngjisht sa dush. Përkthyesit e mirë duhet shkojnë dhe muslimanët bëhet fjalë, ato që i njohin gjuhët më mirë se sa të tjerët me fjalë, duhet përkthehen sepse janë vërtet një thirrje, një davet shumë i mirë. Për cilët janë davet? Për atë që thot Allahu xhelle xhelalu, awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa. A nuk po e shikojnë kush, jo besimtarët, ne i besojmë Allahu xhelle xhelalu, nuk kemi dyshim fare te kjo. Pa besimtarët, të cilët nuk besojnë, a nuk po e vërejnë, a nuk po faktojnë, a nuk po dëshmojnë, a nuk po shikojnë se qiejt dhe toka ishin me fjalë një tërësi e vetme dhe ne me fjalë i shpërthyem dhe i ndam ata? I ka thënë atyre shikoni në mënyrë që të besoni. Në mënyrë hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq, derisa të qartësohet dhe të vërtetohet që ajo është e vërteta. E pranova se ajo varet nga kultura jote, varet nga kryenecësia jote, nga kryelartësia dhe mendimallësia jote si njeri. Kjo është pastaj punë tjetër që e pranon të vërtetën njeriu apo jo. Unë do të jap vetëm disa emra profesorësh dhe shkencëtarësh të mëdhenj, të cilët të gjithë bashkë do të tregoj se çfarë kanë thënë. Kemi për shembull japonezin e shumë profesor Tajasunin, kemi Keith Morin, profesor Balmar, kemi profesor Marshall Michael Johnson, kemi Julie Samson, kemi profesor Parsan, kemi vesh Shuvair Derin, Gjerman e kështu me radhë. Ka dhe emra tjerë, kështu sa për ilustrim një fjalë. Të gjithë këta, se ka dhe shkencëtar tjerë që e kanë pa të vërtetat, por nuk kanë dashur të shprehen. Me të gjithë këto profesor të mëdhenj është taku Zendani i Yemenit. A kupton ti? E ka pa me fjalë, e ke zbuluar këtë ti, po edhe musliman tjerë faktikisht, e ke zbuluar këtë ti, po mirë se ka thonë Allahu në Kur'an. Ku e ka thonë këtë? Janë detyruar të gjithë ato shkencëtarë që përmenda unë të shkojnë në Arabinë Saudite apo në vendet e tjera islame dhe bashkë me muslimanët të zhvillojnë simpoziume shkencore në këto lëmi që ata kanë zbuluar, edhe
ato për shembull i kanë thënë të gjitha ato vërtetat e veta, në tabelën elektronike pastaj janë rënditur vajgjet kuranore dhe të gjithë këta nuk kanë thënë me fjalë përmbledhëse që nuk ka mundësi kur që Muhamedi t'i ketë sjellur këto nga ana e vet. Një person që ka qenë analfabet, një person i cili ka qenë i pamësuar, një person i cili nuk dinte të lexonte, një person i cili nuk dinte të shkruante, një person i cili ka jetuar në fukarallik, një person i cili ka qenë jetim, një person i cili ka qenë i pafuqishëm, një person i cili nuk ka pas mundësi kur të marrë gjoja si nëse do të merrte kulturat e qytetërimit të asaj kohe, qytetërimit romak apo qytetërimit persian. Që edhe romakët edhe persianët vetë, në qytetërimin e tyre, që gjoja ka qenë pak më i zhvilluar se qytetërimet e tjera, bëhet fjalë që ka qenë një fjalë diçka e përkufizuar. Ndryshe nga që ndodh sot me fjalë që një zbulim e merr vesh gjithë bota, njerëzit me fjalë janë të zhvilluar teknologjikisht, por teknologjia i përfshin të gjithë njerëzit dhe të gjithë ne kemi mundësi ta shijojmë një zbulim apo teknologjinë moderne që ekziston sot në botë. Kurse më përpara për shembull, pejgamberi alayhi salatu sallam edhe sikur të kishte mundësi të qytetërohej në aspektin e kulturës dhe dijes me kulturën e vjetër romake apo me kulturën e vjetër persiane, po bëhet fjalë për zbulime shkencore që romakët vetë edhe persianët do të rini shumë i fjalë çfarë po ndodh, çfarë po bëhet. Nuk e kam pas haberin fare për këto lloj zbulimesh që kanë ardhur pikërisht në kohët e sotme, më moderne, me teknologjinë e lartë ku ka arritur njeriu. Që të gjithë bashkë këto, njëri prej tyre ka thënë që nuk ka mundësi Muhamedi ti sillte vet, njëri prej tyre tregon që këto janë gjëra hyjnore që mund të vinë vetëm nga Zoti, një tjetër ka thënë kështu, që të gjithë kanë rënë dakord në një thelb. Nuk ka mundësi kurrë që të vinë diçka të vi diçka e tillë, një fakt shkencor, një zbulim shkencor, diçka kaq e prerë, kaq e përpik, kaq e qartë para 1400 vjetëve, atëherë janë dorëzuar përpara madhështisë dhe dijes absolute të Allahut xhelle xhelalu, i cili ne me fjalën e tij do ta mbyllim dhe ligjëratën e sotme ku thotë se nurihim ayatina, ne do t'ja bëjmë të dukshme, do t'ja tregojmë atyre argumentet tona fil afaqi wa fi anfusihim, në horizonte dhe në vetvetet e tyre. Në horizonte dhe në vetvetet e tyre. Pastaj thot hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq, derisa të qartësohet tek ata se kjo është fjalë e vërtet nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka kohë banush apo s'ka banush akoma? Ka kohë më duket. Sa kohë ka shive? 10 minuta. Okej. Me që kemi 10 minuta kohë, jam mundu faktikisht me mbledh edhe do mbledh vazhdimisht derisa mund dalë edhe në një botim specifik për këtë temë që të përmend tani, po bëhet fjalë kur thot Allahu xhelle xhelalu se nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, ne do t'ja tregojmë atyre argumentet e qarta, qofshin në horizont apo dhe vetë në brendësinë, në vetveten e njerëzit. Nëse njeriu vetëm vetveten e tij do të fillojë të zbuloj mënyra se si është i përbëm, se si me fjalë ecën, se si lëviz, si shikon, si dëgjon, si nuhat, si flet, si ha, si pi, si fle, e të gjitha këto me radhë, do të shikojmë megjithmen mrekullitë e Allahut subhanahu wa taala që do të zbulohen her pas here, ndoshta me hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ose me ajetet kuranore, ose njeriu do të ri i mahnitur nga kjo përsosmëri në krijimin e Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi kur të evolojë njeriu, e kam shpjeguar në mësimet e ekzistencës Allahut nëse mbani mend, nuk ka mundësi kur të evolojë njeriu gjoja se nga majmuni u bë njeri. A mos vallë mi fjalë në kohën kur kemi qenë majmun s'kemi pas vetlla? Në kohën kur kemi qenë majmun s'kemi pas qerpik? Në kohën kur kemi qenë majmun kockën e hundës e kemi pas komplet kock apo s'kemi pas kock fare? Nuk ka mundësi kur për atë që më ndidon me vëmendje. Dëgjojeni me vëmendje. Hunda e njeriut është përbërë nga dy vrima që futet ajri. Vrimat e brendshme të njeriut janë të dendura me qime, që të gjithë ato për shembull ajri kur përzihet me produkte ose me gjëra të tjera, njeriu çfarë? Ngecin aty mi fel brenda hundës së tij dhe ka një gyp që fillon edhe ngushtohet deri këtu sipër dhe nëse kalon diçka, ajo mund të zerë vend në muret e brendshme të hundës edhe së fundi Allahu xhelle xhelalu i thot njeriu shko dhe merr abdes, gjithçka që more gjatë ditës hiqe. Nëpërmjet abdesit, filtrim hyjnor, filtrim përsosmërisë krijimit Allahu xhelle xhelalu, apo jo? Shikoni me vëmendje, pse hunda e njeriut ekziston
edhe pse nuk është hunda komplet e kockët, me fjalë komplet kock, ose të ishte kërc me fjalë, ose të ishte pa kock fare, pa kërc fare. Nëse do të ishte pa kock fare, nuk do të ishte rezistente në jetën e tij përditshme ku jeton njeriu për shembull nga erat e forta, probleme të ndryshme. Nëse do të ishte kock komplet, a dini ju që s'do kishte mundësi njeriu mi fjalë të nxirrte qurrat e tij? Kjo është për sosmërinë e krijim. Gjysmën ta ka bërë kërc, gjysmën ta ka bërë tul. Shikoj me vëmendje dhe shikoj biologët të cilët janë objektiv në zbulimet e tyre dhe do të shikosh që gjithmonë njeriu është një përsosmëri e vërtet krijimi nga Allahu xhelle xhelalu. Atëherë kjo është ajo që Allahu subhanahu wa taala sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Thot ne do t'ja tregojmë atyre argumentet e qarta mrekullitë tona në horizonte dhe brenda vetvetes së tyre derisa të vërtetohet që ajo është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik.